Hey njerëz, qa ka? Jom Agoni edhe që tregova javën e kalume qëtash kena me mësu një teknik tjetër që bazohet prej paintbrush. Edhe është për tash paintbrush top switch që në shqip do me thonë ndrimi i letrës të parë. Edhe ndrimi i letrës të parë përdoren shumë mënyra, përdoren mënyrën klasike plus përdorëm mënyrën klasike për shembull shtoqen me misdirection mu ndru shpejt që kjo top switch edhe ndrohet dësh. Mirë po tash kemi me mësu përmes paintbrush top switchit. Edhe paintbrush top switch pra është lëvizja ku dyshin, mu është veç tu e fërku, atëre me marë edhe me zhduk, me këthy, mbret. Edhe që kjo është pra paintbrush top switch, keni me mësu që është me ndru letrën, shumë më kam nivrit telefoni se bazën shumë të keqe, edhe plus keni me mësu se që është me bo që atë trikon për me shtuke me këthy letrën tjetër. Kështu që kjo ke që apata me thonë, qëkujna direkt të shpegimi, se nuk bën me prit heq. Tash të vazhdojna të një avancim i pra paintbrush, që është përdorimi i dytë i paintbrushit, edhe ajo është paintbrush top switch. Tash, ju tregova javën e kalume se çka është paintbrush color change, është kur i merrni pra dy letra, si një, kjo është thirrë double lift për juve që nuk e dini, edhe veç i merrni gjashin, edhe fërkoni bot notch. Edhe që kjo është për paintbrush color change, ndërsa në anën tjetër e kena edhe një lëvizje tjetër që thirret paintbrush top switch. Edhe në anën në shqip do me thonë ndërrimi i letrës së lartë që është me lëvizjen e paintbrush. Edhe ajo është pra qështu të ndrohet në kraj. Edhe nalt ju kallëzoj tash qysh me bo kitsen. Tash në paintbrush color change e keni kap dy letra më sheftas, edhe e keni bo pra ndrimin, që në këtë rast e keni bo pra me riffle back, edhe keni shku e keni shti këto gishtat, e keni kap mirë, e keni shu, edhe e keni lonë shtatëshin. Edhe tash çka ka lëni, e dyti sen që ka lëni, është pra në top switch. Edhe top switchin e bëni pra të e marrë letrën e parë. Këtu s'keni nevoj me bo double lift, këtu e veç e kapni edhe e merrni veç një letër, edhe tash keni me tregu qit letër, mundeni me tregu edhe sene kështu që është në veç një letër, edhe tash masi që të tregoni kit letër, me dorën tjetër që keni me bo, është keni me bo wrist kill, edhe wrist kill mos e bëni shumë ashtu, po veç keni me lëshu edhe me kap pra gishtin, edhe që kjo është pra pinky break. Shumë njerëz e gabojnë që tërë më thonë, a ke bo wrist kill përveç to. Që kjo nuk është wrist kill, që kjo është pinky break kur bën. Edhe do me thonë ki me bo pinky break, të e përdor metodën e wrist killit, të e bo metodën e vrasjes së nyjes. Edhe të e lëshu nyjen të poshtë, veç keme lëshu letrën edhe keme kap, pra një letër. Edhe keme majt një letër në gishtin e vogël. Edhe kur jeni në performanca në kom, tash jeni të në kom, ja bëni zgjedhje një letër atë diçka, s'ka lidhe për ata, edhe mundeni ata e zgjedhin një letër atë çka do, përderisa ata janë të e këshyri kur e lëshoni dorën, atëre veç që e shtyni letrën, edhe kur e ngreni mrapa, atëre jo e keni ndarje me gisht të vogël. Që të kom shpjegu ndarje me gisht të vogël, linkon në description e lo, mirë po, veç e merrni. Edhe s'keni nevoj me bo lëvizjen e madhe, ose me letër, ose me dorë, mos e ktheni dorën qështu, po veç pak. Edhe që kjo mjafton për me bo një pinky break. Edhe tash, e tregoni treshin këtë rast, edhe veç e lenim letrën për mi. Si që e kena bo, pra dy color changes i kom shpjegu këtë, oh shit. Pra i kom tregu dy color changes që ke që color change, edhe keni color change tjetër që u bëjke pra qishtë,
që qysh për juve që nuk e keni ditë janë shake change edhe paint edhe shape shifter. Mirë po tash, kur e keni letrën këto, e keni bërë reskillën edhe e keni lëshu, këto tash që keni me bërë është diçka tjetër. Keni me i kap të dy letrat për njëherë me mbajtjen e njëjtë si të paintbrushit, se tash keni me bërë paintbrush me treshin edhe në anën tjetër që te ka teçë detelin. Edhe i keni treshin zamër edhe teçin detelin të dyjat i kapni njëjtë. Edhe i kapni si mu kon një letër, për shkak se kur e kapni edhe veç që lëshoni qëto, edhe e bëni paintbrushin, për juve që nuk e dini paintbrushin edhe ato ku me lon link në description, kështu që mas pare mësoni paintbrush color changing, mas një kalonin paintbrush top switch, edhe mas anej tash është letra e ndryshme pra këtë teçi, edhe bëhet për mes, pra tu e marrë letrën, tu e kap këtu me pinky break, tu e lëshu 6 për shembull, edhe tu i kap të dyjat, pra që është 5 edhe 6, veç e bëni një paintbrush color change, që tash e keni letrën mrapsht, ata menojnë që është 6, po në fakt këto 5, pra që kjo është paintbrush top switch. Edhe tash që kalojnë atë bonusi që kom thonë në titull. Bonusi është pra përdorimi i paintbrush top switchit për me bo një lëvizje që e kom bo për Shën Valentin, edhe ajo është pra back palmi me ndrim të letrës. Edhe back palmi për juve që nuk e dini, back palmi është dukja e letrës shpejt, edhe që ki pra thirët back palm, e kom shpjegu back palmin shumë veta ma keni kërku back palmin, kështu që e kom shpjegu shumë amati, kështu që ka lënit e shpjegimi i saj link në description, edhe e bëni të që kjo back palmi është. Edhe kur e kom bo back palmin, pra në atë videon e 14 shkurtit, Shën Valentinit, e kom bo pra një paintbrush color change, paintbrush top switch. Edhe prezentimin që e pata bo, u konë që kjo u konë prezentimi i saj final që e pata bo, nalë veç pak t'i gjej ca letra, ca goca t'i gjejmë këtu, që këtë këtë. Prezentimit që e pata bo atëre, ku më thonë, këtë Shën Valentin, bënë mbreti dykujna, edhe shkoni, edhe merrni atë mbret, edhe zhdokoni dika, edhe ktheoni, si mbretresh. Edhe që kjo u konë ideja, edhe pse u konë ide shumë pa lidhe, zdi që më karon men që kjo ide me bo prezentimin, ideja e prezentimit shumë pa lidhe, po ideja e performancës, është që me marrë letrën edhe me marrë këto, për shembull nonshin këtë rast, e bëni paintbrush color changing, edhe tash kur e zhdokni mundën me thonë që mas shpine e ki, mas dore, i thoni po nonshin apo po, edhe i thoni jo 5. Po në fakt është që ju e keni ndru kur e keni bo paintbrush top switchin, edhe mas një luni veç me idenë që po e zhdokni edhe po e ktheni një letër tjetër, pra që ka bëj one, që kjo po e shpjegoj që tash një performancë që e bëj çdo ditë. Seriozisht që të sa e bëj çdo ditë. Kur dal dikon me performu, shumë njerëz befasohen me back palmin. Pra ja bëj qëre, ka me marrë që tash edhe që letrën se marrë e zhduki edhe e kthej. Edhe shumë njerëz befasohen me qëto edhe thojnë, a po e di që shpe bëna. Edhe në thash a po pe din që shpe bëja, për shembull e marrë dheqin apo, edhe veç e marrë, edhe qka bëj me to e marrë, edhe ata thojnë e merë mrapa dore e këthen, thash po mrapa dore, kënë, dheqin apo, ata thojnë po, se unë e mora teqin, që tash se dita. Edhe shumë njerëz i mashtrojnë me qëta, tash kjo është follow up trick, pra ja bëni njerë back palmin normal, pra ja bëni back palmin veç kështu, edhe mas e i thunë e di që ke bo, atër ju që të sa mundin me ja bo edhe si trik edhe matë fuqishëm, për shembull me ja bo 700, edhe veç e zhdokni edhe këthani, edhe është gjëkat. Edhe që trik mundin me bo shumë, unë e boj gjdo ditë edhe besëm një që me reagime shumë. Kështu që kjo bonusi që për ja u sugjeroj me bo, edhe një bonus që për ja u sugjeroj me mësu, edhe një bonus që doni me mësu. Për shkak se back palmin kur e bëni, shumë njerëz kanë me ditë se qysh e ke bo pra back palmin, se që tash back palmin u bo një sen që krejt për din.
backpalmi që tash u bo si triku me 21 letra. Kështu që ju sugjeroj me mësu edhe që të paintbrush top switch që me performu backpalmin edhe ma fort, pra me performu edhe ma bukur. Kështu që definitivisht ju të sugjeroj për me mësu backpalmin edhe me mësu paintbrush top switchin që me pas në arsenal 2 sene shumë të mira që kur bashkon bojnë diçka eksploduse. Kështu që shky ke paintbrush top switchi që besoj që e kuptut, me marrë qikën edhe me ndru në gjeker. Pra shky ke edhe shihemi deri në outro, që tash në outro keni mu pa me njerë. Shkjo pra ke shpjegimi i këti triku, po shpresoj si ju ka pëlqy, pra ju ka pëlqy edhe paintbrush top switchi, po edhe bonusi që e kum shpjegu, kështu që vetë e kum shpjegu një trik që e përdorin në rrugë çdo ditë. Kështu që nëse dikush po e sheh që të video dhe jam performoj që trik masanej, shumë më ka bëj gabim. Kështu që shkjo ke edhe shihemi deri në javën tjetër me trika dhe shpjegime të tjera, subscribe se ne bëni edhe